bo për kundër ligjit e për kundër aspektit formal të organizimit shtetit, edhe nëse krejt kjo duhet me u bo duke shkel kushtetutën vazhdimisht, po nuk i intereson e gjë, këto janë elementet të një politikani autoritar dhe i cili, dhe një element tjetër është mosdurimi i mendimit tjetër, mendimit ndryshe, i projekteve tjera politike të cilat i bëjnë karshillak. Dhe ju e keni pa luftën speciale që qeveria Kurti u ka bo veçanërisht mediave, pastaj sistemit prokurorial që e diskutu ma herët, pastaj kujtdo që ka guxu me mendu ndryshe, i ka bo luft politike, mediale edhe të akuzës në vazhdimsi dhe delegjitimimi të krejt këtyre që nuk kanë mendu njëjtë si ai. Dhe kjo është thujse e pa precedent në Kosovë, po ka precedent në sa dush në përbot që pak a shumë flasim për karakterin e këtyne njerëzve që janë autoritarë. Tash ju e keni po që tentimi i fundit e që ne do të dënim të mos se realizojë i suksesshëm, është kapja përfundimtare edhe e pozitës e presidentit, për mes së cilës, do më thonë ai veç e ka pas të kapur, po tash dashti me e kap komplet edhe me përkatësi partijake një farë mënyrë, pra me qitë një njeri që në asnjë moment nuk i bën zosi, me thonë. Dhe përmes kapjes së presidentit është duke tentu me kap gjykatën kushtetuese dhe kryeprokurorinë. Për informatën e ju, besoj që tashmë dini edhe ju, në vitin e ardhshëm, në gusht të vitit ardhshëm, ju ka lënë mandati edhe 5 gjykatësve të gjykatës kushtetuese dhe ata nuk mund të zgjidhen pa u e marrë dekretimin final ose emrimin prej presidentit. Njësoj kryeprokurori, pra nuk mund të zgjedhet pa u emru, pa e marrë emrimin final prej presidentit. Për me e bo këtë punë Kurtit, po i duhet, sepse ju e keni pa në mandatin e kaluam, Kurti 2 gjona nuk i ka pas në kontrol, që ja kanë pengu punën e vetë drejt shtrirjes më të tjeshme të pushtetit tij autoritar. E para është që se ka pas në kontrol është gjykata kushtetuese, dhe ju e keni pas sa ligjin ja ka kthy si antikushtetues, jo pse ja ka pas gjykata inati Kurtit, por sepse për një me ka kqyr me bo veprime duke e shkel kushtetutën. Do më thonë njën besoj 10 ligje që ju kanë kthy si antikushtetuese. Dhe e dyta, organin e akuzës nuk e ka pas në kontrol, pra prokurorin, e cila, do më thonë, nuk ka qenë e kontroluar me Kurti. Tash, pa qëto 2 organe, Kurti nuk kam rri me mujt me